Faleminderit zoti kryetar, duhet të shpenzoj vetëm 2 fjalë për atë që është tema e ditës, pikërisht zjarri që ra në pallatin në farmacinë numër 10, jo për të bërë politik, por për të ngritur alarmin për sigurinë e banorëve të qytetit, duke propozuar 2 hapa të domosdoshme të menjëhershëm që duhet të ndërmerren. I pari, ngritja e një komisioni të pavarur ekspertësh të cilët jo vetëm do shqyrtojnë çështje në fjalë dhe do analizojnë materialet e përdorura, por në radhë parë duhet të monitorojnë dhe të vëzhgojnë gjitha ato objekte inxhinierike që kanë përdorur të njëjtin material dhe më pas të zotohet bashkëpunëtari i tyre i heshtur Edi Rama që t'i detyrojë investitorët që t'i ndryshojnë këto fasada me paratë e tyre pra. E para kjo dhe e dyta, duhet që një orë më parë të miratohen dhe të përcaktojnë kushtet teknike të projektimit dhe të zbatimit të përditësuara. Kushtet aktuale teknike që interesojnë industrisë ndërtimit janë kushtet e vitit 78. Ndërkohë që duhet një orë më parë të zbatohen ato që njihen si Eurokode, pra kushtet teknike që përdoren në mbar Europën, me nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit të vitit 2009 mos gaboj, një ndër kriteret është pikërisht aplikimi i Eurokodeve, dhe të jeni të bindur se për aq kohë sa nuk zbatohen Eurokodet, do vazhdojmë të flasim për rrugë që shemben, për urra që i merr lumi dhe për pallate që i zë flaka dhe që përgjegjësia s'është e askujt. Tani sa i përket projektligjit në fjalë. Padyshim që kontributi i qeverisë gjermane me investime në vendin tonë është mjaft i rëndësishëm dhe për këtë duhet të jemi mirënjohës, ashtu siç bëhet fjalë për këtë projektligj. Megjithatë, s'duhet të harrojmë për asnjë moment se çfarë u desh që Vjosa të kthehej në park kombëtar. U desh mobilizimi shumë vjeçar i 10 aktivistëve të kauzave mjedisore, i organizatave ndërkombëtare mjedisore dhe komuniteteve shkencore, u deshën shumë protesta të organizuara dhe të injoruara nga qeveria juaj, deri te përfshirja e Leonardo DiCaprios, i cili vështirë se do ta vizitojë ndonjëherë Vjosën, por që fjalën e vet e tha në mënyrë që ajo të kthej në park kombëtar. Prandaj shqiptarët që sot dëgjojnë deklaratat tuaja pompoze se Vjosa është park kombëtar dhe se për menaxhimin e saj ju përthithni grante nga Gjermania, nuk duhet të harrojnë përpjekjen e gjithë atyre që u përballën me pushtetin tuaj që të vinim në këtë ditë. Jo vetëm kaq, por nuk duhet të harrojmë batërdinë që keni bërë me gjithë lumejt e këtij vendi. Sa e përket menaxhimit të mburimeve ujore, nuk duhet të harrojmë banorët e 36 fshatrave të Luginës së Shushicës që kundërshtojnë devijimin e burimit ujor për furnizimin me ujë të pishinave dhe rezorteve luksoze që janë ndërtuar nga investitorët tuaj strategjik që nga Balasa deri në Bosh e më tutje. Nuk duhet harruar se aktualisht janë 2 hece të ndërtuara në degët furnizuese të lumit Vjosa, ai Langaricës dhe i Çarshovës që ndikojnë në sistemin lumor të Vjosës. Ju s'keni lënë leje koncesionare pa dhënë. Dhe kur them ju, të gjithë ju, jo thjesht për lumen, por për çdo porrua që rrjedh nga mali, që të futet në perturbacione që furnizojnë hidrocentrale me kapacitet mize, që shkatrojnë natyrën, rrezikojnë aktivitetin ekonomik bujqësor e blegtoral të komuniteteve lokale, madje rrezikojnë vetë banorët për furnizimin me ujë të pishëm. Që për vitit 2007 janë dhënë rreth 500 lekë koncesionare për ndërtimin e heceve dhe disa qindra për tyre janë ndërtuar, ku pjesa më e madhe janë me kapacitete 9-15 MW dhe kontribuojnë në vetëm 1% të bilancit total të energjisë elektrike të prodhuar në vend. Me fjalë të tjera, hidrocentrale që përthithin burimet ujore pasurojnë atë që e kanë ndërtuar dhe që e shet energjinë për vite me radhë pa ndonjë kosto të shtuar, por që nuk kontribuojnë thuajse fare në nevojat e furnizimit me energji elektrike të vendit. Nuk duhen harruar 11 lejet për hece në parkun kombëtar të Valbonës, për të cilat banorët dhe aktivistët ende ngjyqeve. Nuk duhen harruar banorët e Kurdarisë dhe të Suçit në zonën e Klosit dhe të Matit, banorët e Martaneshit, banorët e Fushbullqizës e të sa komuniteteve tjera, të cilave po rrëmbehet burimi jetik i ujit për të ndërtuar hecin e Radhës, oligarku lokal i Radhës. Janë gjitha këto komunitete njerëzish që përmenda të cilëve u duhet të përballen me policinë e shtetit dhe me dhunën e kërcënimet e halabakëve të paguar nga këta që quajnë veten investitor.
Nga ana tjetër, nuk duhet haruar se si nxjerrja pas një kriter mjedisor e zhavorrit nga lumenjt për të përdorur si material për ndërtimin e kullave të betonit ka sjellë devijimin e lumenjve nga shtrati i tyre natyral. Dhe kur abuzon me natyrën, duhet të përballesh edhe me hakmarrjen e saj. Prandaj janë poda lumenj që po shkaktojnë erozionin që merr me vete rrugët të cilave sapo u keni prerë shiritin. Është mungesa e mirëmbajtjes së argjinaturave që ka sjellë daljen e lumenjve nga rrjedha dhe përmbytjet e tokave bujqësore sapo shfaqen shirat e para. Është gjithashtu mos funksionimi i sistemeve të pompimit dhe i stacioneve meteorologjike në ditët e sotme, ndërkohë që eksperjenca e shkuar e inxhinierëve hidroteknik dhe hidrogjeolog dikur kërkonte që të monitorojnë në mënyrë të vazhdueshme rrjedha e lumenjve dhe niveli i ujit në çdo urë, në çdo digë dhe në çdo stacion pompimi, niveli i sedimentimit në diga dhe në delat lumore e shumë çka tjetër. Aktualisht kemi sistem kullimi dhe drenimi që rrezikon ta rikthejë ulësirën perëndimore në Moçal dhe të rikthejë malarjen si një realitet i ri, edhe pse i vjetër, në memorien e tyre nëpër familjet shqiptare. Pas vendosjeve demografike që kanë ndodhur në 35 vitet e fundit, askush s'e ka prishur Terezinë për të ndërmarrë një studim të mirëfillt për nxjerrjen jashtë funksionit të këtyre sistemeve drenimit. Çdo sezon shirash, kur përmbyten tokat bujqësore, kemi mobilizimin e ministrave dhe deputetëve të mazhorancës me çizme deri te gjuri. Secili për ju jam i bindur se i ka nga një palë çizme në shtëpi për këto raste, që të dilni e të bëni foto dhe video me banorët e përmbytur, e që kur vjen puna nuk jepni as kompensimin për dëmin që është bërë, por për zgjidhje inxhinierike afatgjatë të problemit, as që bëhet fjalë. Aktualisht zonat rurale vuajnë nga një mungesë totale e menaxhimit të mbetjeve. Pas dështimit spektakolar të inceneratorëve, paratë të cilëve vodhën për që të ndërtuan kur, dhe që tani më do shpenzojmë 700 milion euro të tjera për të rikthyer tek landfillet. Ndërkohë fshatrat e vendit mjafton të dilni një shëtitje nëpër rrethinat rrotull Tiranës dhe të jeni të sigurt se kudo që do të shkoni do të gjeni nga një pirk me plera. Janë ato plera që me shiun e parë hyjnë në rrjedhën e prenjve, e më pas në rrjedhën e lumenjve për të dalë për të dalë në detin Jon, në detin Adriatik, që eventualisht të ankohen kroatët sepse në plazhet e tyre në sezonin e verës shfaqen me një korrektesë të përvitshme ambalazhe plastike me logon gjuhën shqipe. Shqipërisë ndër shumë dhurata të tjera që i ka falur natyra, i ka falur edhe 8 lumenj të mëdhenj e të rrëmbyeshëm me plot degëzime që rrjedhin nga zona malore të lindjes drejt ulësirës perëndimore. Sigur në Shqipëri të mos në qeverisnin hajdutët, këto burime ujore do të siguronin nevojat e banorëve lokal, të atyre pak që kanë ngelur tashmë, për ujë të pishëm dhe aktivitet ekonomik, bujqësor e blektoral, do të siguronin nevojat energjetike të vendit përmes energjisë hidrike, që është energji e gjelbër dhe që është ndër kriterë kryesorë të Bashkimit Evropian, dhe sigurisht do të përbënin monumente natyrore për shqiptarët në radhë parë e më pas edhe për gjithë turistët. Sikur në Shqipëri të mos na qeverisnin hajdutët. Faleminderit. Faleminderit. Zoti Erald Kapri nuk ndodhet në sallë, zoti Agron Sheja nuk ndodhet në sallë. Këtu përfundojnë diskutimet për të pikë të rendit ditës. Vjojmë me pikën e 10 projekt ligji për